Dhe më thonë, ka një stepje kështu, dhe ka një, ai nuk të shikon, po duke sigur po të shikon, pra ka ullë kërë dhe po të shikon me atë me sy mbyllë, dhe më thonë, i ka mbyllë sy dhe po të shikon si po reagon ti. Pra, apo prekesh nga kjo që të thash, si po, dhe kjo të regon që ka i fije, ka dhe mëshuri, për Zotin ka dhe mëshuri, më gjë mu. Mund tjetë. Këto e besoj, këto kapin vetëm, këto kapin atë që i dëgjojnë vesh, atë nuk duhet me dëgju me vesh, po dëgjove me vesh e hangër, se aty të sakaton e dënë për fundit, me fjallë që thët, se thët legend, budala, qenë, pleher, e tjerë, dhe me këto të bombardojnë. Të janë voglët. Po, prit, dhe këto janë fjallë që ti duhet me i marë për asyshish, po ta dëgjosh, nuk ka e as tonin, as volumin, as prezencën e një halabaku, një horri, a kupton? A i donë mu duki t'ilë, se donë normal të me fitu të rënë. Po nuk ashtë. Kuptojnë atë, po nuk ashtë, për Zotin nuk ashtë. Duke një njeri që manipulimin, atë lojën e ati personalitetit shregullum, që thot dhe bën çdo gjë me shku atje ku do, e ka. Duket ai lloj personit. Dëgjoj, ai është i A ka gatshëm. kashkavalla? Kashkavall, po vetëm djalë kashkavall gjë tjetër? Jo, asnjë gjë fare. A plako? Ai është i gatshëm me bëj gjithçka, sepse ka hyrë tash edhe herë. Nuk ka shumë me hub kë. Nuk ka shumë me Është hub. edhe rim tulla. Ritulla, pa ne rimin. Jo që bën gjithçka. Rimi? Ja, S'bën gjithçka. s'pasi bën ca gjëra në syt vajzë. A thue? S'bën ca gjëra. Ka gocën këtu. Duhet me respektu këtë po. thashë. Gjo mu, e disa është ky ka hell grepat. Është një peshkatar, i cili hell disa grepa dhe rrinë varkën e tij tash. Po, e ka udhë grepat, po ka ra vetë se zarfet i ka marrë ai, se ka marrë unë funditës, e? Dëgjoj, ti duhet kuptosh diçka te kjo lojë. Zarfat nuk ka se janë gjarë keqe. Jo, më jo. Të bëjnë thjesht faktor. Faktor, po dikur nxjerrin edhe nga shtëpia. Po, kur është kjo dikur? Kjo është çështja. Njoni për shembull ashtu shkoi. Jo, nuk janë dikur, sepse i ka prek limitet, i ka prek kufit, dhe ka shku të dhoma atje dhe ka meditu, dhe ka mendu. U mendoj që prap i pret. Ai mund prek në zarfe prap, varet se si shkon loja. Po ai nuk është budalla, nuk është as budalla sa mas gjithë kësaj që ka bë, na arrit puna mu djeg me zarf. Po, mund ta çesë Stenaldo e jashtë, po, nominim. Po jo se del me zarf, nuk ja lejon vete se këtë gjë. Nuk është amator, më gjë mu. Ai ka kap ekstremin. Unë kam pa, dhe më thonë, unë kam pa ti këtë një, duhet më thonë. Unë kam pa më thuj se s'ka, është po maksimumi i tij. Ky ka dhënë maksimumin e tij. Ky nuk shkon më atje. Ti e ke kuptuar shumë mirë që e ka ul atë. E çati bënte talent me fitua? Jo, me lënë fitu, kushto me fitu. Jam të thonë, mos u frikso, kuptimin e lojse, mos ki frik nga ai, që ai mund të arrijë me të qit ty më nga vetja. Se kur s'ja doli herën tjetër, tani ka marrë. Unë kam frik me qit veten nga vetja, me qit atë nga vetja. Ja, pa se bën ti dot. Atë s'du të bëj. Ja, unë kam kanë në shtëpi, kur të kam një ty, kur ke thënë, unë nga ky moment e mrapa, do dal nga vetja ke thënë, do e ul pjacën time, do e ul atë për t'ju përshtat këtij. Kjo ka qenë për majta, dhe më të thelbi. Po, prajme, ashtu. Dhe unë kur kam himran, çat kam thënë? Kam thënë vetëm vetë, Stenaldo, unë nuk kam qef me të pa ty, të dal nga vetja për x, y person ose situatë. Kështu që mos e bëj atë gjë, mos ja bëj këtë nerë. Dhe deri tash e ke maje. Gjomu, pse duhet ti mu bë, e ka rrit qëllimit, po bën e ti atë gjë. Mos kujto se i bën nerë atij se e ul nivelin ti. Ai zoti të më tërheq te vetja. Që mi thonë, o shok, unë kështu jam, nuk lëkumem, jo para teje, po para si njerit botë, ky jam. Nuk me intimidon të as me fryrje, as me mallkime, as me tallje, as me çfarë unë çka kenë mendje. A kupton? Se kanë qenë vërtet që unë rri me malin thuj, po mal jam unë thuj. Dakor? Nuk lëkundem unë për këtyne thuj, jam Stenaldo, unë është o zotëri. Ja më vallaj hiç. Po kur e pash qasja ti ishte me bo këtë dhe me shku përpara, thash, kështu e ke ti? Merr dhe mua në këtë shteg. E di si do ishte. Tani unë ta shfrytëzoj si